Sot do në me bloku dhe këtë, a i nuk në tërgoj që do të blokojmë që të bëjmë panjerët dillore. Edhe sot që të blokoj këtë, unë do të ishis do të iki fare, nuk thema. Ku të shkosh? Të iki si gjithë thjeshtë. Në Europë. Qërë të bësh? Do prishish kopën 200 kokë? Do të me prisë, se këshu e kimi në shqiptarë, sa mundom të të ndërtojmë diçka, s'mund t'ja vim kapucin, edhe do të me shkatru me ikë. E qartë. Këtë fjallën që tha kolegu im, që do ikim, këtë të harrojnë të gjithë, se ne kemi lindë këtu dhe kemi ca varrat i madon gjithë, dhe çdo njeri që thotë unë do iki për venit vetë, e ka shumë gabim, se këto qelpsira që jetojnë akollës këtë duan, që t'ikim ne dhe t'jetojnë ta. Po as ti s'do ikish, as unë s'do iki. Ti të rrish tu se këtu ke leje dhe unë do rrej atje në lagje time se do kam leje. Okej. Ne do jetojmë tu dhe nuk do ikim ta dinë të sigurt se këto këtë presin, o shokë. Këto presin që të ikim ne dhe të bëjnë dasëm tu, po nuk bëhet dasëm shtëpi të hujore. Ne kemi lind tu, dem baba dem, jam stërnipi Sal Markës që ka luftuar për këtë vend. Po, jam stërnipi Markë, jam dem baba dem me bakti, shtëpi e ndershme, pa asnjë lloj historie të keqe. Do jetojmë tu, do punojmë tu dhe nuk po ja falim vendin njerëzve huaj, kërkuj si hak.